Presidenti rus Vladimir Putin ka forcuar qëndrimin e tij ndaj Ukrainës, duke deklaruar qartë se Donbasi nuk do të diskutohet. Në një intervistë nga India Today, ai theksoi se trupat ukrainas duhet të largohen nga territori ose Moska do të marrë plotësisht me forcë. Aktualisht Rusia kontrollon rreth 85% të rajonit lindor, ndërsa Kievi vazhdon të rezistojë në zonat e mbetura. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e ka përjashtuar kategorikisht çdo lëshim territorial, duke konsideruar të papranueshme një marrëveshje që cënon sovranitetin e vendit. Tensionet diplomatike po rriten ndërsa ekipi Donald Trumpit zhvillon të ketë javë bisedime me Kremlinin, ku emisari Steve Witkoff dhe Jared Kushner prezantuan një version të modifikuar të planit të paqes të SBA-s. Trump i cilësoi bisedimet mjaft të mira, por paralajmëroi se zgjidhja kërkon angazhim nga të dyja palët. Nga ana tjetër, Kremlini konfirmoi se po pret reagimin zyrtar nga Washingtoni, ndërsa nuk ka plane të telefonatave mes Putinit dhe Trumpit. Marrëveshjet mbeten të theksuara, sidomos për fatin e territoreve të pushtuara dhe garancitë e siguruara për Ukrainën, çështje që ende pengojnë çdo marrëveshje të mundshme për paqe.